Dëgjues të Albania FM ju përshëndes dhe ju ftoj të jemi bashkë në minutazhin e përgatitur, si gjithnjë do t'ju njohim me materiale interesante të vlefshme për të patur një jetë më të shëndetshme. Materiali që do t'ju flasim sot është për 8 gjërat që më së shumti shkatërrojnë imunitetin e njeriut, kështu që mundoni t'i evitoni. Ajri i ndotur. Hulumtuesit kanë gjetur se ajri i ndotur shkatërron qelizën T, të cilat janë esenciale për sistemin imunitar dhe kjo shkakton inflamacion të tepërt për trupin tuaj. Produktet të gabueshme kozmetike. Buskuqi dhe shumë gjëra të tjera kozmetike nuk qëndrojnë vetëm në sipërfaqe të lëkurës. Trupi juaj i thith ato gjatë ditës. Disa përbërës artificial dëmtojnë imunitetin. Ushqimi i shpejt. Ushqimi i shtëpisë është i preferuar i të gjithëve, por mielli i tepërt mund të dëmtojë qelizat T dhe B, të cilat janë luftuesit kryesor të sëmundjeve. Nuk flini sa duhet. Nëse trupi juaj nuk prodhon melatonin të mjaftueshëm përderisa flini, sistemi juaj imunitar nuk mund të prodhojë qeliza të mjaftueshme të gjakut për të luftuar bakterjet. Proteinat e tepërta. Ushqimi me përmbajtje të lartë të proteinave, sidomos ato të kafshëve, shkakton prodhimin e tepërt të hormonit IGF-1, i cili shkakton plakje dhe dëmtimin e imunitetit. Kaloni shumë kohë vetëm. Njerëzit e vetmuar janë më pak të qëndrueshëm përballë stresit, kështu që sistemi juaj imunitar dëmtohet nëse ju kaloni shumë kohë vetëm. Stresi. Ju mund të stresoni për punën tuaj nganjëherë, por stresi kronik rrit nivelin e kortisolit, që redukton nivelin e hormoneve si testosteronin dhe estrogjenin. Dhe kur nuk keni balancim të hormoneve, sistemi imunitar nuk mund të luftojë sa duhet sëmundjet. Dieta që nuk përmbajnë mjaft yndyra. Yndyrnat e shëndetshme. Ato që i marrim nga peshku, avokado dhe arrat kanë përbërës anti-inflamator që ndihmojnë në rregullimin e sistemit imunitar. Urojmë që të keni mbajtur shënim edhe të reduktoni sa më shumë nga të gjitha këto shkaktar të imunitetit të ulët tek njeriu. Mirë, do të flasim për një erëz e cila duket se është shumë e rëndësishme. Do të flasim për trumzën. Një varg studimesh mjekësore kanë treguar se duke shtuar trumzën në ushqimin tuaj, ju ngadalsoni plakjen e trurit. Trumza ka një kohë të gjatë që shfrytëzohet në preparate të ndryshme bimore për të trajtuar sëmundjet e fytit dhe rrugëve të frymëmarrjes, dobi të cilat i vishen përbërësit të quajtur timol. Por hulumtimet e viteve të fundit janë përqendruar më së shumti në vetit antiseptike dhe antibakteriale të trumzës, si edhe në aktivitetin e saj si antioksiduese, dhe rezultatet nuk kanë munguar. Shtimi i trumzës në ushqimin e përditshëm është treguar se pengon plakjen e trurit. Studiuesit thonë se fal efektit antioksidues, trumza rrit nivelin e yndyrnave të pangopura në tru, ul nivelin e yndyrave të ngopura dhe të dëmshme, një proces që është qendrësor për të lejuar qelizat e trurit të komunikojnë me njëra tjetrën. Trumza përmban edhe disa antioksidues të tjerë të grupit të flavonoideve, të cilat mund të ndihmojnë në reduktimin e rrezikut tuaj nga sëmundjet kronike, siç janë sëmundjet e zemrës dhe sulmi në tru. Urojmë që të shtoni sa më shumë trumz në gatimet tuaja të përditshme, duke ditur se sapo dëgjuat edhe mësuat vetit e saj magjike, do të thoja unë. Mirë, do të flasim për efektet e dobishme që ka kafeja dhe sidomos tek meshkujt. Efektet e dobishme janë parë te ata meshkuj që pinë rregullisht kafe. Meshkujt që pinë kafe i bëjnë mirë shëndetit të tyre dhe pengojnë paraqitjen e kancerit të prostatës. Këtë e tregon në fakt një studim i ri. Kërkuesit shkencor nga Harvardi kanë bërë një studim 12 vjeçar, ku kanë marrë pjesë 48.000 meshkujt të shëndosh. Të dhënat e fituara kanë treguar se kafja ka ndikim të mirë në shëndetin e meshkujve, sidomos në parandalimin e kancerit të prostatës. Efektet e dobishme janë parë te ata meshkuj që pinë rregullisht kafe. Studimi ka treguar se më së paku janë të rrezikuar nga kanceri i prostatës meshkujt që pinë 6 a më shumë kafe në ditë. Teta rreziku për paraqitjen e kancerit të prostatës është për 60% më i vogël. Efektet e dobishme të kafes janë parë edhe tek meshkujt që pinë më pak kafe, deri 3 filxhan në ditë. Tek ta rreziku nga paraqitja e kancerit të prostatës është zvogëluar për 30%. Edhe pse shkencëtarët nga Harvardi kanë bërë një zbulim të rëndësishëm, nuk duhet harruar se disa studime të mëparshme kanë treguar se kafja është e dëmshme për disa funksione të tjera të organizmit. Prandaj, sikur edhe në rastet e tjera, edhe këtu vlen parimi i maturisë. Materiali që do t'ju njohim tashmë është një material i cili besoj se vlen për të gjithë, pasi të gjithë jemi përdorrues të shumë të celularit, ja se që thonë kërkuesit shkencor për këtë. Kërkuesit nga qendra mjekësore e Bostonit studiuan 55 kujdestar, kryesisht prindër,
ku ata po hanin në një restorant fast food me fëmijët e tyre. Ata gjetën se 1 në 3 prindër i përdorte telefonat e tyre pothuajse në mënyrë të vazhdueshme gjatë vakteve. Studiuesit vëzhguan 5 raste të ndryshme: prindrit që nuk i përdornin telefonat gjatë vaktit, prindrit që i vendosnin telefonat në tavolinë por nuk i përdornin, prindrit që i përdornin në mes të vaktit, prindrit që i përdornin në fund të vaktit dhe ata që i përdornin gjatë gjithë kohës. Kërkuesit gjetën se kur prindrit kalonin shumë kohë duke parë telefonin e tyre, fëmijët kishin prirje të kërkonin vëmendje. Rreth 73% e prindërve e përdorën telefonin e tyre të paktën një herë gjatë vaktit. Më tepër se 15% e tyre e përdorën në fund të vaktit, ndërsa fëmijët ishin ende duke ngrënë dhe e vazhduan ta përdornin edhe kur dolën nga restoranti. Shumë fëmijë u shpërqendruan kur prindrit e tyre ishin të shpërqendruar dhe donin të dinin pse prindrit po i përdornin telefonat e tyre. Ky është studimi i parë që hulumton mënyrën se si sillen fëmijët kur prindrit e tyre përdorin telefonin. Studimet e mëparshme kanë treguar se kufizimi i kontaktit sy me sy mund të shkaktojë probleme të zhvillimit dhe të ulë nivelin e lidhjes emocionale midis prindrit dhe fëmijës. Pra nëna dhe baballar të dashur, sa më pak përdorim të telefonit në momentet që jemi me fëmijët tanë. Mirë, materiali që sapo dëgjuat uroj të ketë vlerëtur jo vetëm për ju, por edhe për t'ia u transmetuar miqve të cilët nuk do të kenë mundësi ta dëgjojnë këtë material.